Po i nderuar zhgas e vlerësuar. A ki nevojë për ndonjë sqarim? Jo, nuk ka për sqarim dhe deklaron Njerë kena më pyet për pastaj për fajsin. Bedri Shabanit nuk i pritej të deklaronte se ndihej i pafajshëm ani pse gjyqtari ende nuk e pyeti rreth fajsisë. Të hënën në seancën fillestare ndaj tij dhe Muharrem Qerimit, të dy u deklaruan të pafajshëm lidhur me akuzën për spionazh. I nderuar zhgas, plotësisht jam i pafajshëm. Nuk e pranoj fajësia për veprën penale dhe spionazh. Por Qerimi e pranoi fajin për veprën e dytë që i vihej në barë. Kështu, avokati i tij Betim Shala i propozoi gjykatës që t'i aprovohet pranimi i fajsisë Qerimit. Më pas, gjykatësi Rahman Beqiri miratoi pranimin e fajsisë për armbajtje pa leje për Qerimin, kurse për veprën e spionazhit, ai tha se kanë të drejtë në afat prej 15 ditësh të paraqesin kundërshtimin e provave apo kërkesë për hudhje të aktakuzës. Do të njofton palët se njëjta do t'i dorëzohen edhe prokurorisë speciale, në mënyrë që të jap mendimin në raport me to dhe pasi që të marrë mendimin apo pasi se të kaloj afat, gjykata do të nxjerrë akt vendim me cilin do të vendosë. Shpallja e aktgjykimit për Qerimin për veprën e armbajtjes pa leje shtyhet deri në përfundim të çështjes penale. Prokuroria speciale më 19 shkurt të vitit 2025 ka ngritur aktakuzë ndaj Shabanit dhe Qerimit, të cilët i ngarkon se kanë mbledhur dhe dërguar informacione e dokumente tek BIA serbe lidhur me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e prorët e pjesëtarët e saj, policinë, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë e Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe për ngjarje e objekte specifike, përfshirë edhe masakrën e Reçakut. Përmes këtyre veprimeve, PSRK thot se synohej shkaktimi i një konflikti të gjerë ndëretnik në territorin e Republikës së Kosovës, të krijohej një narrativ e pavërtetë që ta ndërlidh Spitalin Ushtarak të UÇK-s me të ashtu quajturën Shtëpia e Verdhë për kinse, trafikim organesh dhe të vënë në dyshim të vërtetën e masakrës.